Ka një fenomen të çuditshëm që ndodh kur ti më në fund dalon së munduari, jo në mënyrë të pamatur, sikur të kesh hequr dorë nga gjithçka, por në atë mënyrë që të çliron nga zinxhirët e padukshëm që udhëheqin çdo lëvizjen tënde, sepse e vërteta hidhur është se shumica e stresit, presionit dhe kaosit në jetën tënde nuk vjen nga vetë gjërat, por vjen në fakt nga rezistenca që ti shfaq kundrejt tyre. Imagjino që hyn në një ambient plot njerëz. Mund të jetë një fest, një event apo thjesht hyn në një lokal dhe papritur ndihesh sikur çdo kusht të vëzhgon. Qëndrimin tënd, veshjen, mënyrën se si pi kafen, sikur je papritur personazhi kryesor në një thriller psikologjik. Dhe ti fillon dhe kujdesesh për çdo detaj në mënyrë që të dukesh sa më mirë tek njerëzit të njohur qofshin të panjohur që të vëzhgojnë. Ndërkohë që imagjino sikur në një moment të ndryshoj diçka, ti të ndalosh së kujdesuri për çdo gjë. Jo në mënyrë arrogante, por në mënyrë çliruese. Jam këtu, jam gjallë dhe kjo mjafton. Dhe çfarë ndodh? Tensioni zhduket. Bisedat bëhen më të lehta. Njerëzit afrohen vetvetiu. Nuk po përpiqesh më të jesh dikush tjetër, por je vetvetja dhe kjo mjafton. Papritur, gjithçka që dukej e rëndë bëhet e lehtë. Është sikur jeta ka pritur gjatë që ti thjesht të heqësh dorë nga kontrolli i gjithçkaje, të kthehesh te vetja jote. Por pse ndodh kjo? Pse duket sikur jeta funksionon më mirë kur nuk kujdesesh, nuk mundohesh aq shumë? Kjo ka të bëjë me ligjin universal të shkëputjes apo ligjin e lëshimit. Sa më fort të kapesh pas diçkaje, aq më shumë të rrëshqet nga duart. Mendo pak për gjërat që ti dëshiron shumë fort, puna që dëshiron me çdo kusht, sa më shumë e mendon, sa më shumë përpiqesh, aq më e largët të duket. Por sa po ndalon su fiksuari me të, papritur merr një email, po themi, apo një komunikim që ti kishe kohë që e prisje. Një lidhje që përpiqesh me ngulm ta rregullosh, sforcohesh, mundohesh dhe kjo sforcë e tepërt e shkatron. Po kur tërhiqesh pak, gjithçka fillon të rrjedhë ndryshe, më natyrshëm. Dhe sidoqoftë, në momentin që ti përdor në favorin tënd ligjin e shkëputjes, çdo gjë për ty nuk ka më rëndësi, se nuk je më i fiksuar pas rezultatit. Energjia që lëshon, ajo që përcjell, është ajo që të kthehet pas. Dëshpërimi largon, lehtësia, natyraliteti tërheq. Shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë. Jeta, universi, apo si të duash ta quash, është pasqyrë e asaj që ti jep. Kur ndalon së kontrolluari çdo rezultat, kur ndalon së analizuari çdo detaj, kur ndalon së kapuri timonin e jetës me frikë, atëherë fillon magjia. Ti me siguri mund të kujtosh raste nga jeta jote që në fakt je shqetësuar aq shumë dhe i munduar aq shumë, por në të vërtetë në retrospektiv ke parë që nuk kanë qenë aq serioze sa ti kishe bërë në mendjen tënde. Ka një lojë të çuditshme që bën jeta. Sa më shumë ndjek gjithçka, aq më shpejt ajo largohet. Kur ndalon së vrapuari pasaj, ajo kthehet vet, pa zhurmë, pa dramë, natyrshëm. Mendo për herën kur doje të bëje përshtypje në një intervistë pune apo takim. Kontrollove çdo detaj, fjalët, pamjen, çdo lëvizje dhe nuk ishe më vetvetja. Çfarë ndodhi? Gjithçka ndiheje e sforcuar, jo natyrale. Por pastaj vjen ai moment kur ti thjesht shfaqesh i qetë, nuk përpiqesh shumë dhe papritur gjithçka rrjedh si ujë, sepse kur përpiqesh shumë, e vret magjin, nuk e lejon të funksionojë. Kjo nuk vlen vetëm për shoqërinë, vlen për çdo gjë. Artistët e mëdhenj shpesh thonë se veprat e tyre më të mira i kanë bërë pa u përpjekur fare. Kanë qenë në një gjendje të lehtë, të qetë, pa presion. Pra çelësi nuk është të përpiqesh më shumë, por të përpiqesh më pak. Të lëshosh, të kesh besim të rrjedha natyrale e jetës.
Kur ndalon së trajtuar jetën si një provim që s'duhet të dështosh, kupton diçka thelbësore, që gjërat më të bukura ndodhin kur ti thjesht i lë të rrjedhin.